A do të lejoj opozita apo do të tentoj që me çdo kusht të pengoj një proces tillë ku do të legjitimojë do të thotë në mënyrë ose tjetër zgjedhja e presidentit arshëm. Pavarësisht se i kanë punë me numra brenda koalicionit. Veprimi i zotit Thaçi dhe ajo përpjekja e tij që në këtë situatë në vend se të ofroj zgjidhje, në fakt të provoj të rehabilitoj veten në atë ëndrrën e tij që e ka një farë pasioni ashtu të përhershëm me u bë president me çdo kusht, përkundër faktit se i shkakton dëm e vendit. Realisht unë konsideroj që ai si individ, si politikan e plotson veç kushtin e moshës për me qenë president. Asnjë kusht tjetër nuk e plotson. Do thotë nuk është person unifikues, kjo po shifet. Pastaj e kaluara e tij shumë diskutabile lidhet edhe me temat e pas luftës, korrupsionin, temat e cilat ai pritet me dhënë llogari në momentet e caktuara. Imazhi i tij ndërkombëtar, veprimet e tij të deritanishme brenda për brenda shtetit e bëjnë një person të pa kualifikuar, po e them kushtimisht, një person i cili nuk e plotson asnjë kriter për të qenë president i vendit. Tash paramendoni një president i cili duhet me ikë dikon nështë edhe me mendu me shku në fshat vetin atje me u zgjedh president se nuk ka vend, nuk e dojnë deputet, nuk e don populli, nuk e don qytetari, nuk e ka hapësirën adekuate në institucionin përkatës me u zgjedh deputet. Me u zgjedh president.